Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, të nderuar, të respektuar vëllezër dhe motra, kudo që jeni, assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu, mirë se ardhët në takimin e radhës, rreth komentet të haditheve të Imam Sahih Bukhariut, Imam Bukhariut, Allahu e pas mëshiruar. Jemi edhe me tej duke folur për kapitullin e imanit, më konkretisht në hadithin 26, ku Imam Bukhariu e titullon idha lem yakun al-islamu ala al-haqiqati, kur Islami nuk e ka perimer robi, apo nuk është sipas përmbajtjes së tij, sipas kuptimit të tij. Pastaj e cek hadithin e Sa'd bin Abi Waqqasit radiallahu anhu, i cili Sa'd i thot, anë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'dun jalisun. Një grupe njerëzve prej 3 deri në 10 veta erdhën me kërkuar diçka te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as pejgamberi pi jap atyne, pi jap të mira të dunjas, pi jap diçka. A deve, dela, dinara, dirham, pjep. Wa Sa'dun jalisun, dërsa ky Sa'di ulën dhe po shikon. Dhe po thot Sa'di, fataraka rajulan huwa a'jabahum ilayya. I dha aty në tombë, për pas një njeriu nuk e dha pejgamberi. E atë njeri, unë e njefsha, dhe kisha besim plotën te. Kisha mendim shumë pozitiv ndaj tina. Fa qulti ya Rasulullah, malik an fulan, e thash, o i dërguari Allahut, e pse nuk e dha filanit? Fa wallahi inni la arahu mu'minan, pasha Allahun unë e shoh që ajo i bërri mirë, është mu'min, është besimtar. Pejgamberi tha, awa musliman, a mos vallë pa dënë me thanë se është musliman? Sa'di thot, fa sakattu qalilan, heshta pak. Thumma ghalabani ma alimu minhu, pas e prapa kujtova, se në me ke bërri mirë, është besimtari mirë, i devotshëm në sytë Sa'dit, gjithmonë. Fa qultu malike an fulanin. Ja Rasulullah, fa wallahi inni la arahu mu'minan. Ja Rasulullah, pse nuk e dha filanit, kurse unë mendoj që është besimtari mirë, besimtari vërtet. Pejgamberi tha, awa musliman, apo po mendon ndoshta që është musliman. Fa sakattu qalilan. 2 herë thatë një, tash herë në 3 po prap heshta një tërë, prap harrova që ka tha pejgamberi më herët, prap më kujtuaj që pejgamberi pëse s'pjep tina, kurse kjo është ka që bërë mirë, edhe i thash, ja Rasulullah, pëse nuk pjep filanit, unë mendoj që ai besimtar, pejgamberi tha, awa musliman, 3 herë radhës. E herë në 3, pejgamberi alayhi salatu wassalam, pastaj tha, herë në 3, një të nxajtë seke, pastaj tha, ja Sa'du, o Sa'd, inni u'ti ar-rajula ghayru ahabbu ilayya. Ndodh që unë të japi dikujt diçka pe dunjas, ama tjetër që nuk japi është më mirë se kë. Khashyata an yakubbahu Allahu fi an-nar. Nga friga se mos pa e hedhë Zotin në zjarr. Hadithi është në Bukhari dhe në Muslim. Para të shkojmë të komenti hadithet, dalimi shkurtimisht tek biografia e këtij burri të madh, Sa'd bin Abi Waqqasit. Sa'd bin Abi Waqqasi, Mekkas, i lindur në Mekë. Nga të parët të cilët e pranuan Islamin. Thuhet i 6, thuhet i 7, nga të parët. Pra ka meritat më dha për Islam kë njeri, herët ka pranuar Islamin. Mënyra e pranimit të Islamit është interesant për te, kë vetë cik. Edhe thot, 3 ditë para se të bëhe musliman, pash një ëndër. Në ëndër, pash një hanë të plotë. Hanë plot, me dritë madhë. Dhe disi ju drejtova asaj dritët madhe. Drejt saj përshkaj.
Kur afrohet e dritë e madhe, e që thët ishte hanë, pesha atë, pesha se disa burra kishin shku para meje, o që dita, të afër, të i vrejt, të i vrejt, sepse ishte rësir, vetëm me dritë hanës, pesha se atë ishte Zeid bin Ebi Haritha, Ali bin Ebi Talib, Ebu Bekr Siddiku, dhe për thamë, e për kurit jeni ju këtu? Tha, nuk jena më të në Afrikë jena këtu. Dhe më doli gjumi. Të nesër men, kuptova se Muhamedi, sa i njifte se Muhammed, se i vdale se pejgamber, sepse ishin rritë bashkë me kasë. Kuptova, anë pëse kjo ishte thmi vogën atë kohë, kjo ishte 17 vjetë, ta shika 17, pejgamberi 40, po kanë jetu bashkë në një qytet vogël, Mekka ka qenë një qytet vogël. Të nesërve ndëgjova se është shfaqur pejgamberi dhe për e thërët njerëzit vej. Dhe më ndërlinë dhe andra me te. E pas ta i shkova takova pra mas 3 dite, sepse tha mas 3 ditë para se më bë muslimin e kam pa atë andër. E takova pejgamberin i shkan, alayhi salatu wassalam, në njërin pej kodrinave të Mekës. Shkan duke falur, namaz. O afrova, e përshëndeta. Dhe filloj të më thras në islam, të më lexoj diçka Kur'an. Dhe më njëherë e tha shahadetin dhe u bëra musliman. Për të parve. Andra e parapriu dhe subhanallah Zotë e bëni sebeb andrën edhe kë hyri në islam. Sadi, kur bëhet musliman, i ndodhin tash një bela tjetër. Këta në tregën gjithashtu vetë tregimi tjetër. Thët, kur bëna musliman, dhe nëna ime kuptej se jam bë musliman, o qmend, nana. Mi mlodhi betë, dhe më tha, pasha këte dhe këte dhe këte, nuk ka me të folë, as ka me hangër, as ka me pi, as ka me hy mrenda në shpe, në njëje për ka me nejtë në djelë, në vapë djelë, në vapë të madhe djelit, deri sa të kthehesh në fejnë vjetër, ose të vdes unë në vapë, e në uri, e etje, e pastaj kanë me folë këtë arabë për ty, që sa dhe me dorën e vetë, e myti nanën. Kjo prek shumë nana shkret, të dejsha nanën shumë dhe nana më ndën të shumë. Edhe thash, nana jam se bëni gjatë të tilë se nuk e la fejnë për asë një qmim. Nuk e la fejnë për asë një qmim. Nana vendas, një dëgranë vendas ta, nuk thejhen lehtë. La ilaha illallah. Thët po, dijaja më që, se një në rëmenën më. Thët jo, harrat punë më që më në bën po. Të nesër më tha nana, një menis e majti fjallën, tanë ditën, s'hangër, s'pini, nuk hyri mrena në dho, më shpe, ndjelë. O la dhe mëlle se këpot. Tanë natën, jashtë, pa hangër, pa pi. Haj mirë, unë mirë. As ha natën, as ha ditën. Natën do shta himrana, se s'ka pas djelë, por ditën për me lodh djelë shumë, me kiko me dek ma shpejtune. Të nesër me mëngjez, prap del djelë dhe pa hangër pa pi dhe dënë me nejtë të ndita dhe më, a i veç filla më dërzu. I hupin langjet, lodhet, më liset. Sa dhe të dhimet nana e vetë, tash është mes dy zgjidhjeve. Nana, feja. Nana, feja. Por Zotë më se dhashtë, sa dhe me kujtu 2 herë, a me këthin fejnë e vjetër a ju. Dhe, thët,
kur e pash që nana u shtreh për tokën e me dhe me dek, afro e thashoj nana jem, ngam diçka. Pashani Allah që në ka kriju. Jo një shpirt që e keti, e me të dalë qaj, por dhe po të kishe 1.000 shpirta, e me të dalë të gjithë një ka një, o në fejnë tem nuk e la. Po ma mirë, ha dhe pe, e hinë mrena në njëje po shë. Se këtë e ki. Kër e pa tha vend dësë shmerin tem, o tërhëq, dhe e nisë me hore me pi. Dhe përfëndej kësë prove Saadit. Donë Allahu, edhe Saad është shpërngullet në Medin, edhe mërë pjesë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në tëna betejat, për shokëve të afërt pejgamberit, për burrave të mëdhej, për njerëz të cilët e ka dashur pejgamberi, i ka dashur shumë, madje ka përgëzuar për xhenet dhe konsiderohet prej 10 të përgëzuarve për xhenet. Prej 10 sahabëve të përgëzuar për xhenet. Jo vetëm kaq, për Saadi ishte njeri i njohur në mesën e sahabëve që lutja e tij, duaja e tij pranohej. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte bërë dua për të, Allahumma stajib li Saadin idha da'ak, o Zot, kur Saadi të lutet ty, përgjigje të bënja ka bë lutjen, ja Rabbil Alamin. Dhe subhanallah, nuk ishte diçka që lut të Zotin, e që Allahu nuk ja pranante. Sa që ishte njohur në mesin e shokëve të tij sahabëve, ku sa herë kishin ata diçka, i thonin ti na lut të Zotin në Saad për këtë dhe për këtë dhe për këtë. Për neve. Janë si rastet shumëta, se si ka bërë lutje për muslimant, sa për ilustrim, tekim në kohën e Omerit radiallahu anhu, Omeri e caktoi komandant madh për shtërimin e Persisë, atje dhe atyre vendeve në Irak e në Persi, kundër perëndërisë persiane, pastaj ishte vali i Basrës një kohë, dhe përderisa ishte vali atje në një pjesë të Irakut, disa qytetarë u ankuan të Omeri, kanë me dinë se valia jëtë nuk është bërë mirë. Omeri është shqetësua dhe se që kishte i zakon, i dërgonte një delegacion për të vërtetuar fjalët e tyre që po pohojnë për valinë e vet. A është e vërtetë apo jo? I dërgon 2-3 sahabë Medinës, më çu me shku në Irak, tek Saadi dhe më nejt me popull atje, më kontaktu me njerëz, e me vetë njerëzit, çka mendojnë për Saadin? Mos kanë vërejtje ndaj tij. Ata shkuan dhe filluan me vetë njerëzit, një nga një, dhe subhanallah, as kush nuk foli keq për Saad, për pas një anët. Ai njeri po thot, Saadi nuk ka bërë mirë. Nuk del me nejt me neve. Nuk gjykon drejt. Pa flet fjalë që janë vërteta. Saadi, po këtij po flasin mirë. Saadi o prek shumë, tha o Zoti jam. Se nëse nuk është, si që pa thot kë, zgjatja i jetën, verbëje, edhe bënë të atil që spravoje bënë fitne, në pleqni. Dënë Zotë, Saadi dese, shumë njerë shokë gjenerat desin, kur plakët kë, verbohet, dhe vetëm që verbohet, e jetën gjatë, por e delna për rrugë, ku një në zanat femnave i pravokanin nga cmën, edhe e ullë vetën për toke, dhe janë nisin njerëzit, e qeshin me te, bëjnë shaka me te hajgare, edhe i thëjnë qka puna ju të kështu, dhe thështë, e mërë djem, mu më kanë zanë lutja doja Saadit. Ajo kënë lutë më të këndërmeje dhe ja doja ti në më zani. La ilaha illallah, la ilaha illallah. E pejgamberi ka thënë hadith të vërtet, wattaqi da'wat al-madhlum, fa innahu laysa baynaha wa baynahu hijab. Të që duas ke frikë, lutjes, ruja duas ati që ke bëjë zëllëm, rujo, se bëjë në lutë e kundër teje, dije se mes lutjes e ti dhe mes Allahut, nuk ka perde. Nuk ka perde, e pranon
i madhi Allah te bareke ve taala. Gjithashtu të seket një rast tjetër, se përderisa ishte kalife në Kufe, në Basra, në atë zonat e Irakut, dikush e përmend në një tubim, këzhe Kallablak, e përmend për se keqi Aliun, Talhan, Zubairin, ta të tre të përgëzuar për xhenet, ama tash kishin vdekur. Këpë thot, o të filan, shokët e mi mos me përgoja, mos me mërë përgoja, mos me përmend për të keq. Ata kanë qenë burrat mëdhej, më të mëdhej se sa unë dhe se ti. Ai vazhdonte të flasë keq për këta sahabët bekuar. Atëheraj, veç largohet pak një skaj, e hyn namazin fal 2 rekate, edhe e lutë Allahun azza wa jall, që Allah këti mja sjell dënimin sa ma shpejt. Dhe subhanallah, thojnë transmetues që kanë qenë prezent, në atë mëjlis, njerëz Kallablak, kur e qes Zoti erdhi një deve e cila e pekqy njerëzit dhe sikur se po i nohat, e sikur se po i lyp dikant me emën. Derisa shkoi të çaj të filani, që ishte lutur kundërtina Sadi, e të hipi shkelma për mi, e shkelma, edhe e myti në vend njeriu. Edhe ne të gjithë që kem aty, që ishim aty, edhe ndëgjuam Sadin, duke lutur kundërtina, tham, kjo që e gjette është rezultat i lutjes e duas së Sadit kundërtina. Sadi ka jetuar bukur gjatë edhe ky vet, deri në moshën 82 vjeçare, siç është thënë. Apo më shumë. Ka vdek në vitin 55 Hijri. Tek vdekja e tina, ceket një ngjarje interesante, se thuhet se ka vdek në Kufë, thuhet se ka vdek në periferitë e Medinës. Më smutë vdekjes, i thot birit vet, o biri jam, në qatë dallapsh atje, e kam lanë një gjybe sillma, dhe ja sillin. Dhe kjo gjybe, kjo pelerin, është për leshit. Këta e kam pasur veshur, kur kam luftuar luftën e Bedrit, krah pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e kam ruajtur që atëherë. Andaj, e kam ruajtur për që ditë, më mështil me te, më varros me te. Dhe varrosën me këtë pelerina po këtë gjybe, Sadin radiallahu anhu. Allahu qoftë i kënaqur me këtë sahabi, dhe me sahabit e tjerë, por edhe me neve, dhe me të gjithë ata musliman, që besojnë Zotin hak, pejgamberin hak, ditën e gjykimit hak. Allahu na bëft të ndjekim gjurmët aty në sahabëve. Sepse i duam ata, duam shumë rrugën e tyre, rrugën e mësuesit e tyre. E ne nuk pretendojmë se arrim atje ku kanë arritur ata, por pretendojmë se i dojmë ata. Ndaj lutem Allahun që të na bashkojë me ta. Ja Rabbel Alamin. Siç na ka bashkuar në këtë dynja, nga ana shpirtërore dhe nga ana menhegjit e rrugës, e programit jetësor e dinit islam, të na bashkojë edhe në ahiret bashku me ta, ja Rabbi. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.